5 vjetë hetimi u desh prokurorisë së posaçme për të dërguar për gjykim 12 të pandehur për inceneratorin e Tiranës. Mes tyre bën pjesë Mirel Mërtiri, Klodian Zoto, si dhe 10 persona të tjerë bashkëpunëtorë në dhënien e koncesionit, përfshirë edhe 2 të huaj. Ndaj tyre rëndon akuza mashtrim me pasoja të rënda dhe pastrim përmes krimit organizuar. Në krye të kupolës së grupit kriminal, SPAK thot se qëndrojnë 2 biznesmenët në Arrati, Mërtiri dhe Zoto, të cilët nuk janë arrestuar asnjëherë, ndonse janë shpallur në kërkim për të 3 inceneratorët, edhe të Elbasanit edhe të Fierit, si përgjegjës për krijimin e skemës së mashtrimit. Nga hetimet doli zbuluar se janë pastruar të paktën 20 milion euro, ndërsa u hodh dritë se vepra është kryer në vazhdimsi që nga momenti i lidhjes së kontratës koncesionare më 31 gusht 2017. Vlerat monetare janë marrë nga llogaria bankare e shoqërisë dhe injektoheshin në treg nga kompanitë fantazm brenda dhe jashtë vendit. Ndërkaq në prill të 2025-s, gjykata e posaçme shpalli fajtorish ministrin e mjedisit Lefter Koka për inceneratorin e Tiranës. Ai u akuzua se shpërndoroi detyrën dhe u dënua me 3 vjet burg, dënim që me gjykim të shkurtuar ju ul në 2 vjet heqje lirie. Togat e zeza gjithashtu i ndaluan ish zyrtarit ushtrimin e funksioneve publike për 5 vitet e ardhshme. Dosja e inceneratorit të Tiranës ishte ndarë në 3 fraksione. Në një prej tyre është edhe ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako. Ai u dënua për korrupsion, ndërsa gjykata vendosi që çështja ndaj tij të gjykohej veçmaz. Bllako u dënua me 4 vjet burg, dënim që me gjykim të shkurtuar ju ul në 2 vjet e 8 muaj heqje lirie.